Përshëndetje shikuesër të Shoqë Gjirokastrës, do të jemi bashkë në të ditari informativ lajme shkundër të tjera do i ftohet të ndiqnit. Në nëngjëmimin e daulleve, artistët popullor të Peshkopis, Bulqizës dhe Matit çelën natën e 3 të festivalit folklorik kombëtar. Edhe shqiptarët e Kosovës elektrizuan mbrëmjen e djeshme skenën e festivalit folklorik, ndërkohë që qarku i Tiranës ka përmbyllur të gjithë këtë event. Ditët e festivalit e kanë shndruar Gjirokastrën në një epiqendër të kulturës son kombëtare, por dhe në një kryeqytet të rinisë, jo vetëm asaj shqiptare, por edhe të rinjve nga vende të ndryshme të botës. Të bësh melodi nga një gjethe are, këtë e realizoi mbrëmjen e djeshme në skenën e Kalas artisti nga Kosova Abedin Haxhiaj. Artisti tregon se ky instrument natyror është përdorur kohë më parë për të shoqëruar këngët baritore. Udhëheqësi artistik i festivalit Toma Gaçi ka vlerësuar performancat e artistëve të trinetve të para. Gaçi gjithashtu thotë se është bërë një punë e mirë edhe nga përgjegjësit e grupeve. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tash më gjërësisht. Në nëngjëmimin e daulleve, artistët popullor të Peshkopis, Bulqizës dhe Matit çelën natën e 3 të festivalit folklorik kombëtar. Ky qark i Dibrës karakterizohet nga një larmi motivesh muzikore, koreografe dhe veshje tradicionale. Ishin artistët e ansamblit popullor të qarku Dibër që çelën natën e 3 të festivalit folklorik kombëtar. Qarku Verilindor erdhi në këtë event me pjesëmarrjen e dy ansambleve, atij të Matit dhe të Dibrës, që për herë të parë në këtë festival vjen me emrin e kompozitorit të njohur Përparim Tomçini. Këngë, valle, melodi orkestrale, rritet e jetës baritore ishin pjesë e programit prej 11 numrash të cilët artistët i sollën për spektatorët vendas dhe të huaj. Kemi 5 numra artistik, folklorik, burimor, kemi një këngë të pashoqërim që e këndon një nga këngëtarët tona të mirënjohura Jola Muça, më pas kemi një valle të lirë grash, edhe kemi gërshetim brezash nga mosha 75 vjeç deri tek valltare më e re që është 18 vjeç, pastaj kemi një valle dyshe dhe një valle brezash, të cilët edhe këta janë të gërshetuar me element të vjetër burimor. Pastaj vim me një melodi orkestrale, Orkestrina Popullore e Matit mban titullin Mjeshtre e Madhe dhe është laureat e gjithë festivaleve Gjirokastër. Më vjen keq që këtë radhë është pa çmime sepse do ishim patjetër pretendent, jo vetëm për qarkun tonë që s'bëhet fjalë, por për të gjithë orkestrinat që njohim dhe kemi kontakte në gjithë Shqipërinë, dhe mbyllim me një kolazh me këngë matjane. Pati mes tyre artistë që nuk janë ndarë skenës së festivalit folklorik të Gjirokastrës që në edicionet e parë kur ishin ende të rinj. Në këtë ansambël nuk marr pjesë që në 69-ën edhe në vazhdimin, deri sot. Kam një çiftëli që është po asaj kohe, që e ruaj po atyre vjetëve. Nuk i kumba asnjë lloj rekonstruktim, po ajo është. Dhe është një çiftëli që rradhi mund të binë çiftëli bas, si thonë. Bëj pjesë melodike, si e tjerë, por ka një tingëllim sepse ka tela ndryshe nga ato telet e çiftëlive. Sepse me tele kitare, edhe ka jep si thush tingull tjetër, po i ndryshon jep një larmi muzikore orkestrinës. Unë me vërtet jam këtu, para 2 vjetësh më ka vdek një çun, por unë për hir të festivalit jam një artiste, unë kam prisi këtu më rreth, por duhet kërcen edhe këngët. Ne në natë dhe batallarët i mësojmë të rinj që të ecin në rreshtin tonë. I kemi shumë të përgatitur rreth i Matit është njësht për muzikë. Rëndësi ka që të mos humbin traditat shpirtërore, folklorike të kemi trashëguar nga brezat, ti përcjellim edhe brezave të tjerë. Nuk kanë shumë rëndësi për çmimet. Jam nga zona e Kalasë Dodës, Peshkopis, po zona jonë ka pas traditë 2 zonë e 3 zonë, polifoninë. Me breza kemi trashëguar dhe ne vazhdojmë ta përcjellim polifoninë. Për ta nuk ka rëndësi konkurimi, e rëndësishme është që këtë thesar të çmuar t'u përcjellin brezave e këtë e dëshmojnë edhe me aktivizimin e elementeve të rinj që tashmë janë bërë pjesë e ansambleve popullor.
Jam pjesë e grupit këngës tek ansambli folklorik. Unë kanë hyrë tek ansambli i Peshkopis pasi një nga mësuesi i muzikës mendonte që kam një zot të bukur për të kënduar dhe mund të këndosha këngët popullore. Është bërë gati një vit që unë jam tek ansambli i Peshkopis dhe gjithashtu në festivalin e Gjirokasis do të këndoj një këngë ku jam soliste dhe titulli i këngës është Atina Zabel. Performancat e artistëve Edi Bran morën duar trokitjet e publikut që edhe mbrëmjen e dieshme kishte mbushur Kalane Argjiros. Shqiptarët e Kosovës elektrizuan mbrëmjen e dieshme skenën e festivalit folklorik. Zakonet, tingujt e daulleve, këngët dhe vallet morën duar trokitjet e publikut që e kishin të mbushur skenën e Kalas. Në tingujt e daulleve unë gjitë në skenën e festivalit grupi përfaqësuesi shqiptarëve të Kosovës. Ishin rreth 80 artistë nga treva të ndryshme të saj që u bën pjesë natës së tretë të këtij eventi madhështor me performancat e tyre. Këngëtar, valltar, instrumentist përmes një programi të larmishëm sollon vlerat më të mira të folklorit, por edhe kostumet tradicional që duket se të rinjt i veshin me krenari. Më pëlqen se pi trashëgojna më herët, cilat i kanë vesh nana tona, nusët tona. Është veshje e nusës që i veshin ditën e dasmës. Fusani bardh veshet ditën e parë të martesës, këto veshin ditën e tretë martesës. Kjo është të punuar, domethënë prej dore, kjo është kur u kanë mami em nuse, domethënë është para shumë viteve. Tash na e veshim për festivale të nënave tona. E trashëgojmë këtë veshje. Se jemi kanë në sëndimin e Serbisë, na gjithmonë kemi ruajtur në për darsma, kemi ruajtur edhe në për hajengje të ndryshme. Kena pas nga prindrit, gjyshat e së gjyshat, masa nëj nona, motrat, ma të vjetra, edhe na pe vazhdojmë tash këtë veshje, këto traditat mira, këto që na pëlqejnë edhe ne fart, edhe do t'i vazhdojmë sa të mund. Edhe pse i kam da vite, kam më mundu bërë me këto tretë, se të një manë zoti. Ashtu mos me lanë këtë veshje të mire, këto traditat mira. Drejtuesi i grupit, Mehmet Xhemali, shprehet se është bërë një punë e madhe për të patur përfaqësim nga të gjitha trevat e Kosovës. Ne jemi përfaqësues të Republikës së Kosovës, do thotë nga gjitha trevat që marrin pjesë në këtë event janë mbi 80 persona, ardashës, të cilët kanë punuar me vite të tëra në ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kombëtare, kështu që do të kemi një përfaqësim të larmishëm nga gjitha trevat e Kosovës, me kostume dhe kolorite të ndryshme. Për mua është hera e parë, mirë po kam qenë edhe si musafir. Nga ata të cilët kanë qenë rregullisht, do thotë gjatë gjithë kësaj periudhe kohore deri në 2023-ën, i fundit ka qenë në 2015-ën. Kënaqësi për ne për shkak se e shpalosim traditën tonë, zakonet tona, ritualet tona fetare, si edhe ato të shpirtërore, domethënë. Jemi një institucion që me të vërtetë kemi pas një mund të madh mbi një muaj e gjys duke përgatitur për të arritur që ne të përfaqësohemi sa më mirë, madhënësisht. Nga skena e Kalas, së qytetit të gurtë, grupi shqiptarëve të Kosovës tregoi se i ruan dhe i trashëgon ende rritet zakonet, këngët e vallet tek brezi i ri. Qarku i Tiranës mbylli natën e tretë të festivalit folklorik kombëtar. Kostumografia, vallet tradicionale u sollën nga 60 artistë të këtij ansambli, ndërkohë që gërshetimi i brezave të rinj me të vjetrit ishte edhe risia e këtij grupi. Qarku i Tiranës mbylli natën e tretë të festivalit folklorik kombëtar, ku ndërthur kostumografia, vallet tradicionale dhe gërshetimi brezave nga më të rinjt deri tek më të vjetrit. Tradita e muzikës popullore e kësaj zone erdhi në festival si një pjesë e rëndësishme e krijimtarisë folkloristike shqiptare. Ndërta veçohet valli a dyshe e Kavajës, që u realizua nga dy fëmijë të vegjël 12 vjeçar, të shoqëruar nga profesori i tyre, mjeshtri i njohur i valles së Shqipërisë së Mesme, Ibrahim Roçi, i cili mund të konsiderohet maratonomak i festivaleve, pasi ka marrë pjesë në të gjitha edicionet e saj. Dhe i kujton ato me mall, duke shprehur se është privilegj që brezat e reja t'i kultivojnë këto tradita. Ndërkaq, valltarët e vegjël shprehen të emocionuar që performuan në skenën magjike të festivalit. Selami Loci, jam 12 vjeç dhe këtu më ka sjell profesor Ibrahim Roçi. Me se do performor sot? Me vallën dyshe Kavajse.
Të pëlqen të kërcesh? Po. Të pëlqen tradita? Po. Si ndihesh kur kërce? Shumë i lumtur. Po të tjerët kërcejnë këngë moderne dhe ti popullore, ti janë pak turp? Jo. Jam Shaban Demarko, jam 12 vjeç dhe këtu më ka sjellë profesori Ibrahim Roçi. Edhe ti do kërcesh me shoku në vallën Kavajës? Po, do përfirmojmë një vallë 2 Kavajës dhe mendoj që do dalë mjaft mirë. Për mua këtë si i timi faleminderit Perenis që në sotë përsi në ka dalë Gjirokastës. Jem ka viti 68, festivali parë që hapë në Gjirokastër e deri më sot. Jem 11 festivale të Gjirokastës. Po ju nga vini nderuar? Kavaja. Po në qarku Tiranës. Bashkë me këta dy djemë të bukur. Është për mua këtë si kur brezët e marrin. Edhe kështë për mua një dumëtër jem që vallën që unë e kam përsi për shumë vitesh hecën të brezët e ri. Po të tilla aktivitete, a janë të domosdoshme që kjo traditë të përcjellet akoma dhe më tej? Shumë. Përse? Shumë. Po duke marrë shkak se vetë vallë popullore, muzika popullore duhet të trit, duhet të jenë më të azhënumën, të jenë më të fuqëm në faktorin shqiptar. Vallja e Malësisë së Tiranës, një nga kërcimet më të lashta, u përcoll tek të pranishmit nga grupi Izau Bastari, të cilët marrin pjesë në këtë event për herë të tretë. Është i treti festival që vim radhazi, por ne kemi marrë pjesë edhe në festivalet e mëpashme, por që kemi radhazi është festivali i tretë tani i këtë vit. Ne paraqitemi me vallën e vjetër të Malësisë Tiranës, e cila është të trashëguar në vite, edhe ruhet edhe sot e kësaj dite që na administrojmë ose përçojmë edhe tek brezat e tjerë më të rinj. Jemi jashtëzakonisht mirë, sepse në vallë e Malësisë Tiranës lexohet, sikur rrotullohen malet, sikur rrotullohen kodrat, me anë të atij topuzit të ranë, të asaj përtekës të lehtë dhe të dy cigoneve dhe përçojmë atë vallë të mrekullueshme të Malësisë Tiranës. Nuk munguan performancat nga grupi Ansambli Tirana dhe i Qendrës Kulturore të Bashkisë Tiranë, që ndezën atmosferën e krijuar. Lidhur me këtë impakt janë shprehur koreografi Sedi Memia dhe drejtoresha e Qendrës Kulturore Tirana, Armela Demaj. Kemi bërë një bashkëpunim të papar dhe një punë gjigande, shkrirjen e brezave dhe marrjen dhe dhënien e kulturës tiranëse, si edhe dhënien e trashëgimisë kulturore tiranëse. Është bërë një punë e madhe për festivalin folklorik Gjirokastës, ku pjesën dhe bazën e këtij rituali të jetës, që do përfaqësoj qarkun e Tiranës, e mban pesh Teatri Metropol dhe Ansambli Tirana. Ansambli Tirana ka përzgjedhur siç është dhe tabani i Tiranës me vallën e Pipzave, Çifteterin dhe vallën e Rrugës. Ne jemi shumë të lumtur dhe të nderuar që marrim pjesë në këtë festival, që është një festival me një traditë shumë të gjatë dhe uroj që të vazhdoj. Teatri Metropol dhe Ansambli Tirana, që është pjesë e këtij institucioni, është edhe pjesë e përfaqësimit. Në fakt, nga qarku i Tiranës vijnë edhe elemente të tjera artistik që vijnë nga Zallbastari, nga Kavaja, nga rrethinat e Tiranës, kështu që ne jemi përpjekur që të mbledhim një grupim dhe një buqet të gjitha elementeve që përfaqësojnë gjithë qarkun e Tiranës, që nga këngët, ritualet, vallet, dhe është ndërtuar e gjithë performanca në formë rituali. Është një ritual që vjen që nga kohët më të hershme, që na e kanë lënë të shkruar ata albanologët edhe njerëzit të cilët janë marrë me folklor, kështu që qarku i Tiranës është përpjekur që ta sjellë në mënyrë sa më të saktë në skenë. Qarku i Tiranës në këtë festival u paraqit me 60 artistë dhe me materialet e tyre elektrizuan mbylljen e natës së tretë të festivalit folklorik kombëtar.
Udhëheqësi artistik i Festivalit Folklorik Kombëtar Thoma Gaçi ka vlerësuar performancën e artistëve në 3 netët e para. Gaçi gjithashtu thot se një punë e mirë është bërë edhe nga të gjithë përgjegjësit e grupeve. Festivali Folklorik Kombëtar është sot në natën e 4 të tij. Për 3 net me radhë në skenën e Kalas së Argjiros kanë performuar festivalistët e ardhur nga qarqet Berat, Kukës, Vlorë, Lezhë, Dibër dhe i Tiranës, ndërsa kanë përshëndetur grupet shqiptare të ardhura nga Maqedonia, Kosova dhe Malizi. Qindra festivalist kanë performuar në skenë këngë, valle, polifoni, instrumente rite të ndryshme popullore ku nuk kanë munguar dhe këngët humoristike. Thoma Gaçi, udhëheqësi artistik i festivalit, në një intervistë për mikrofonin e Radio Televizionit Shqiptar në Gjirokastër, shprehet i kënaqur me performancën që trupat artistike kanë sjellë në skenë, por edhe me punën e bërë nga ana e përgjegjësve të grupeve. Unë jam mjaft i kënaqur me rezultatin e performancën që kanë bërë në trupat përgjithsisht dhe me kujdesin që kanë bërë kryesisht përgjegjësat e grupeve në anën artistike. Risi për këtë festival, zoti Gaçi sheh prurjet e reja pothuajse nga të gjitha grupet e artistëve të rinj, ku nuk mungojnë as fëmijët e vegjël. Të vit për fatin tonë të mirë kemi pasur mjaft prurje, veçanërisht në transmetimin tek brezat e rinj të trashëgimisë kulturore. Dhe kjo për mua ishte një gjë e re. Këtë festival unë pash dhe mbeta pak i çuditur dhe shumë i kënaqur që pjesa kryesore që është shumë e shëndetshme e materialeve burimore është ruajtur vërtet mirë dhe është transmetuar tek të rinjtë, duke filluar edhe tek më të vegjëlit, tek fëmijët me breza të ndryshme deri tek të moshorit, të cilët i ke në krahasim me brezat e rinj ndihmë konkrete. Sa i përket kritereve shkencore artistike të festivalit, për udhëheqësin artistik duket se janë zbatuar pothuajse deri në detaje dhe se ruajtja e materialeve burimore është në nivel të kënaqshëm. Nuk ka mbetur vetëm niveli i materialit burimor në atë që ne kemi konsideruar prej vitesh që kur është krijuar festivali dhe që ka ardhur në Gjirokastër, ku materiali burimor ka mbetur eksaktësisht në atë nivelin e saj që mund të jetë i shkurtër shumë si material dhe që vazhdimisht ka marrë për masat e një zhvillimi të spektaklit. Unë besoj se do të jetë ndoshta perspektiva më e mirë e vazhdimit të festivaleve në të ardhmen. Festivali Folklorik Kombëtar vijon sonte në natën e tij të 4 me pjesëmarrjen e grupeve artistike të qarkut Korçë dhe Durrës. Ditët e festivalit folklorik e kanë shndruar Gjirokastrën në një epiqendër të kulturës son kombëtare, por dhe në një kryeqytet të rinisë, jo vetëm asaj shqiptare, por edhe të rinjve nga vende të ndryshme të botës, të cilët me praninë e tyre i kanë dhënë edhe më shumë gjallëri dhe rini qytetit të Gurtë. Nata Karon dhe koncertet lartë në Kala kanë përfunduar, por muzika bashkë me vizitorët shumica të rinj, derdhe në qytetin e Gurë duke zgjatur jetën e natës hareshon deri në agim. Sheshet, rrugicat, baret dhe restorantet gjymojnë nga muzika, kërcimet dhe atmosfera festive. Dekori dhe drita shumë gjyshe deri në vezullime e kanë rrëmbyer rinin në një det argëtimi. Festivali Folklorik Kombëtar, por edhe vetë Gjirokastra si rrallëherë, kanë njohur edhe shumë të rinj nga vende të ndryshme të botës, që me praninë e tyre i kanë dhënë qytetit për masat e një metropoli. Nga Australia e largët, Zvicra, Kanadaja e vende të tjera të rinj shijojnë pafund muzikën shqiptare, të sjellë mjeshtërisht nga artistë të rinj. Ata shijojnë ushqime tradicionale vendase dhe pijet që e ngrenë edhe më lart adrenalinën e tyre. Të gjithë shprehen se vinë për herë të parë në Shqipëri. E ftesa ka qenë Gjirokastra dhe festivali, që për ta janë një befasim brezflënëse. I didn't know before, but now Unë vi nga Zvicra, qyteti juaj më pëlqen shumë, është i të mbushur dhe atmosfera është magjike. Njerëzit tu janë të ngrohtë dhe shumë ikpritës. Është hera e parë që vi në Gjirokastër, jemi të kënaqur nga shërbimet dhe nga çmimet, të cilat janë të arsyeshme. I like it, it's very beautiful. Gjirokastra ka bukuri për të admiruar, sidomos pjesa e pazarit dhe e Kalas, që është madhështore. Kemi miq shqiptar në Zvicër dhe kemi mbetur të manitur jashtë mase. I'm from Australia.
Unë vi nga Australia. Në Shqipëri kam ardhur disa herë, por në qytetin tuaj vi për herë të parë. Për Gjirokastrën dhe festivalin nuk kam dëgjuar më parë. Jeni një qytet fantastik. Do qëndrojmë këtu 2 ditë. Në Australi kemi dëgjuar për Shqipërinë pak fare. Guri i jep hieshi Gjirokastrës dhe kjo e bën akoma dhe më interesant dhe të bukur. Jeni shumë të ngrohtë si popull dhe shumë bujar për miq. E adhurojmë shumë këtë qytet. Këtë eksperiencë do ta ndajmë me miqtë tanë në vendin tonë. I'm from Canada, but my parents... Unë jam nga Kanadaja dhe me origjinë koreane. Për Shqipërinë kam informacione të pakta. Është hera e parë që vi në Gjirokastër. Ardhja këtu më nxit akoma më tepër të mësoj rreth vendit tuaj dhe sidomos Gjirokastrës. Do vi përsëri me rastin e parë, do sjell dhe miqtë e mi kanadez. Nuk janë vetëm të rinj që vinë nga jashtë për herë të parë në Gjirokastër, por edhe bashkëmoshatarë të tyre kryesisht nga Tirana dhe qytetet të tjera të vendit tonë, e trojeve shqiptare. Pak prej tyre kanë ditur se çfarë misteresh fsheh qyteti i polifonisë me festivalin dhe kalan e pamshme të Argjiros, me shtëpinë kadarese plot monumente të kulturës dhe historisë së Gjirokastrës, por që mbartin vlerat të kulturës dhe historisë sonë kombëtare. Të rinj që kanë ardhur nga Tirana nuk u mungon as pak kryeqyteti. Këto ditë Gjirokastra për ta nuk është vetëm kryeqendra e kulturës sonë folklorike, por edhe kryeqyteti i të rinjve. Nga Tirana kemi ardhegas për festivalin folklorik. Si atmosferë shumë e bukur, deri tani mirë gjitha, me shërbime, me mirësjellje gjitha shqyqyr. Kjo është hera parë që vime dhe e ndajme do vim prap. Fantastike, e ndezur, ishim edhe Kalaja për festivalin. Unë do preferoja të vija përsëri të shikoja edhe me ditë smotpisën e Kalas, se jo të tëra duken gjatë natës, po ka gjallëri sot edhe ka goxha larmishmëri. Pjesëmarrja e të rinjve në skenën e festivalit është auguri më i mirë se tradita po trashëgohet, por dhe prania e të rinjve si vizitor në Gjirokastër, si admirues të artit, argëtimit dhe turizmit, është shenjë mbar se qyteti do të ketë mysafirë të përhershëm, vendas dhe të huaj. E këta të fundit të magjepsur nga atmosfera dhe pritja kanë mësuar edhe fjalët magjike të shqipes. Faleminderit. Mirupafshim. Number 1 city in Albania. Gjirokastër. Një muze i hapur gjatë ditës dhe një dehje e këndshme nga jeta e natës, kështu mund të përkufizohet në këto ditë Gjirokastra. Gjallëria e pazakonte pazarit nga muzika e grupeve folklorike, duket se i ka dhënë edhe më shumë frym rrugëve të gurta. Gjirokastra në këto ditë festive nuk elektrizohet vetëm nga skena magjike e kalas së festivalit, por dhe nga rrugicat e sokaqet e kaldrëmta të pazarit, ku ndihen tingujt e çiftelis dhe veglave muzikore tradicionale të të gjitha trevave të vendit tonë. Teksa ecim nëpër pazarin e të mbushur, pikasim një grup artistësh nga Dibra e Madhe, të cilët elektrizuan atmosferën duke argëtuar qytetarët dhe turistët e shumë që ndodheshin aty. Artistët shprehen të emocionuar që ndodhen në qytetin e Gurt, pasi erdhën për herë të parë. Ata vlerësojnë Girokastrën si një vlerë për vendin tonë. Jemi nga Dibra, jemi në festivalin e Gjirokastrës. Jemi këtu, jemi bashkë të gjithë këngëtarët me Mistim Trekçanin, Lulzim Lelen, Beram Klubçishtën, edhe Dini i Radavesh. Jemi konkret. I sajti festivalës që merrni pjesë? Radha e parë ne morëm pjesë. Si u duket kjo eksperiencë? Shumë e mirë dhe inshallah në mod prap do vim. Inshallah vim prap. Gjirokastra si u duket? Gjirokastra vini më i bukur. Përshëndes të gjithëve, jeni shumë të mirë dhe jeni mikpritës. Jeni mikpritës shumë jeni. Gjirokastra mrekulli parë vlla. Mrekulli zemër më duket. Si që kam zemrën unë, janë shumë dashur, janë si shpirt janë. Shumë na kanë pritur. Na prun kape, na prun raki, na prun ambienti për të këndu zemrën. Këto e kanë më të mirë se ne. Janë më qilibar nga zemra. Ne jemi pak tash për kështu. Qytetarët të pyetur për televizionin ton shprehen të mahnitur për atmosferën që Gjirokastra përcjell këto ditë me rastin e festivalit, dhe se këto evente janë të domosdoshme pasi janë në dobi të gjallërisë së këtij qyteti. Si u duket atmosfera? E jashtëzakonshme, shumë fantastike. E prisni kaq fluks? Sigurisht që e prisnin, sepse është një festival që është me përmasa jo kombëtare, po edhe më shumë se kombëtare. Besoj se ky festival është më organizuar. Edhe Gjirokastra ka ndryshuar shumë bukur me këto gjë fantastike, kështu që është vërtet një atmosferë e jashtëzakonshme.
Është një super atmosferë. Falenderojmë organizatorët që i dhanë qytetit e Gjirokastrës këtë gjallëri, këtë mikpritje dhe urojmë që të kemi gjithmonë aktivitetet të tilla. Të bësh melodi me gjethe are. Këtë realizoi mbrëmjen e djeshme në skenën e Kalas, artisti nga Kosova Abedin Haxhiajt. Artisti tregon se ky instrument natyror është përdorur kohë më parë për të shoqëruar këngët baritore. Mes këngëve, valleve, melodive me instrumenta muzikor, artistët e Kosovës sollën edhe melodin me gjethe. Ajo erdhi në interpretimin e Abedin Haxhiajt, një herazi, valltar, këngëtar dhe koreograf. Artisti duket se lodron këtë instrument natyror i cili është përdorur në kohët e vjetra për të shoqëruar këngët baritore. Madje është fitues i mini Guinnessit të organizuar në Kosovë në vitin 2002, kur ai ishte vetëm 26 vjeç. Tradita e fletës është trashëgimi nga baballarët tonë vjetë të cilat kanë rujt baktit ose delet i them në të kohë, atër kanë bo vallë muzikore me këtë gjithë. Kur ka ekzistuar siftelia, asnjë instrument domthonë se fleta nuk ka perdë, nuk ka tela, vetëm me anë të frymorës të buzët dhe kanë gjetë vend për më bo muzikë. Unë e kam trashëgim pe babgjyshit, pe dajve të nazët, të dje ata një pjesë kanë jetu në bjeshk me dhenë me bakti, edhe unë më kona që e kom shty si një djali i ri, që të shty këtë rejtë tonë, të ruj me tradit, me dhënti, se është instrument i unë tipik shqiptar. Nuk është ebleme, po është tipik shqiptar. E ruj me gjithë dhënti, e trashëgoj tash edhe djali tim, që letë rundë se është tradit e jondja, ishte tradit edhe lahuta, po për fast kështë shkoj, pse mos të ruj me dhënti që është instrument i juni. Abedini na tregon edhe sekretet e përdorimit të gjethes, të cilën mbrëmjen e djeshme e këputi nga një ar aty në Kala. Ai tregon se ajo duhet të jetë e padëmtuar dhe e freskët pasi ndikon në cilësinë e melodisë. Është një gjethe arre. Pra duhet gjethe arre? Bën edhe ahot, që është venet malur në mbjeshtë në gjinit. Bën edhe kjo arrës, edhe me çdo lloj flete nxertimuj ose të melodi baritore. Një numër që mund të interpretosh ti një pjesë, sa minuta mund të zgjat, sa ke mundësi? Po kjo ka vlerën e vetë, se çat kalon mi 3-4 minuta, kjo është i hup efekti. Se dën të ekzekutohet një notë shumë lartë, si që thujmë në notë muzikore, notën ne ose në D, që është nota më e lartë. Edhe për tash kjo 3 minuta, 4 minuta është shumë për ta. Ta më frikë, sidomos kur është koha që kanë më prezantuar ansamblet shumë, vendosin një gotë me ujë si keja, që të lunë pak të rundat freskinë, që jetë sa me freskët. Sa me freskët, aq më mirë del pjesave? Po, se dhe buzët pak është hupën, thatë hupët e lagështia, më duhet është ndër instrumentet më të vështira, se për shkak që duhet jetë freskët lagështia. Aty qëllimi kësaj krejt është. Sekreti aty është? Po. Ndërsa shprehet se repertori i tij me melodinë gjethe është i pasur ai zgjedh të interpretoj për ne atë kushtuar Adem Jashari. Jo vetëm kënga dhe vallja po buçasi në këtë ditë në Gjirokastër, një tjetër tingull na vjen nga dalta dhe çekani artizanëve gjirokastrit. Ata me durim dhe mikpritjen që i karakterizon, po i mësojnë dhe tregojnë vizitorëve të shumt artin që ata bëjnë. Në kuadër të festivalit folklorik kombëtar në pjesën e sipërme muzeale të qytetit të Gjirokastrës, ofrohen aktivitete dhe eksperienca të ndryshme për turistët të vendas dhe të huaj. Artizanët, të cilët ndodhen në pazarin karakteristik, shprehen se gjatë kësaj eksperience vizitorët bëhen pjesë e traditës shekullore të ceremonisë së kafes së gurit, si bluarja në gur dhe shijimi në sofër. Ne këtu ju ofrojmë vizitorëve tanë, miqve tanë, si piqet kafeja në zjarr, në qebab, si shtypet kafeja në gur
Dhe gjithashtu u japim mundësim për ta shijuar këtë kafe që ne ju përgatisim. Kryesisht turistët nga janë që vijnë? Kemi pasur më shumë vizitor vendas, pastaj kemi europian, kemi vizitor nga Australia, Amerikan e tjerë. Janë nga gjitha vendet e botës. Një tjetër eksperiencë për turistët është edhe gdhendja e drurit, ku artizani Viktor Nurçe tregon se gjatë këtyre ditëve ka patur një interesim tepër të madh nga turistë të huaj e sidomos ata të rinj për të mësuar gdhendjen e drurit si një eksperiencë të cilën nuk do ta harrojnë kurrë. I shikoj që ka një interesim nga turistët dhe kryesisht ajo që është për të habitur janë të rinjt, student. Dje për shembull kisha gati 20 student amerikanë dhe nga Australia, të cilët që në mëngjes kishin zënë rrugën këtu dyqan dhe po prisnin dhe filluan nga puna. Dhe me thënë ishte një diçka që më ngrohu, thjesht vetëm interesimi i këtyre të rinjve, pasi kishin vizituar Gjirokastrën, kishin provuar disa eksperienca një ditë më parë, erdhën dhe kanë qëndruar gati një orë gjysmë duke vizatuar, duke provuar gdhendjen e drurit si një eksperiencë re. Dhe mendoj se kjo është një rrugë e mbarë edhe për Gjirokastrën, edhe për atë çka ne duam tek turizmi kulturor. Këto aktivitete do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, ku vizitorë nga gjithë bota do të kenë mundësinë të provojnë eksperienca të ndryshme që ofrohen gjatë ditëve të festivalit. Kemi ardhur në fund për këtë ditari informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në RTSH Gjirokastra. Bashkë ndajmë këtu duke lënë në shoqërinë e programit tonë. Në vim që këmë kënë qëmë. Mirupafshim.